Thonë nëse I marrin këtë çdo aferat për cilat është përfolë deri tash, të korrupsionit të qeverisë Kurtit. Pra kjo energjia, edhe çështje tjera. Ti e sheh që këtu është një matricë, një patern që na përsëritet gjithë. E ajo është, këta krijojnë urgjenca, edhe në urgjencë krijojnë panikë dhe pasiguri publik. Sepse në urgjencë, pra kur ka pasiguri, për shkak kur ti je I bindur që po mesin pa buk, ose pa rrym, ose urrat verije, domosdoshmërisht mishtru brenda një muaji në Mitrovic, atëherë aty hajnia më shefet, se jem të folë për tjetër gjë. Tash ta krijojnë që të urgjencë, keske ajo urgjencë, ose e shfrytëzojnë një urgjencë të krijuar, e aty pastaj vjen. Do më thonë për shembull rezerva shtetërore. Unë shesha në deklarimet e ish ministres Rozeta Hajdari, thënë që atëherë kemi qenë në krizë. Vitin 2022 nuk ka pas krizë pandemisë. Jo. Pandemia. Lufta në Ukrainë. Lufta në Ukrainë, po. Po ka pas mjaftueshëm Sakt. Se na grur në treg. Përkundër faktit që si kemi marrë një pjesë të qytetarëve rezerva, kemi mbjetuar s'ka pas krizë. Po, është rritë që thandej. Mirë, po nuk është se qeveria ka intervenuar me rezerva shtetërore, më na e marrë çmimin. Na pas inflacionin gati se më të madh në atë kohë në rajon. Pra që kjo, njëjtë është me energjinë elektrike. Krijoje krizën ose shfrytëzoje krizën, rritë çmimin e energjisë, pastaj subvencionon. Edhe të njëna kemi pa që aty milionat janë keq përdorur. E hala po dalin fakte të reja që janë keq përdorur për shembull me energjinë e ripërtreshme kështu me radhë. Kjo është histori që ka me vazhdu këza gjatë. Njëjtë me urat në veri, njëjtë për shembull me plot atë edhe që qeveria e Kosovës ka shtruar shumë rrugë në verinë e Kosovës. Po, asfalt. Po, për cilën na nuk dimë kur gjë. Po, s'ka pas procedura. Ministria e Randit I ka shtruar. Po, jo e infrastrukturës. Po, pra. Na nuk dimë kur gjë për ato. Sa kanë kushtuar kështu. E din të vebe qysh, natyrisht që din se kemi folë bashkë. Fondi për siguri, ku është ku? Sa parë janë bjerë, ku janë shpenzu? Na nuk kemi asnjë informatë për ato. Hiç. Veç e dim fillim që 500.000 euro I ka dhënë shkelcim dëvollit. Që këta I shpallshin luftë mek. A parët I kanë marrë? Parët I kanë marrë. S'ja kanë kthyer më? Kallzojnë ku I kanë çu. Ku janë shkuar ato parë? Më intereson me ditë. Ato janë parë publike, pak çka që nuk janë paguar për me sistemin tatimor, janë pra donacione vullnetare qytetare, prapë janë parë qytetare.